Vendim në emër të Republikës, trupi gjykues i Kolegjit Posaçëm të Apelimit shpalli në seancë gjyqësore publike në datë 9/4/2025, ditën e mërkurë në orën 15 në ambientet e Kolegjit Posaçëm të Apelimit, vendimin e marrë në dhomë këshillimi në datën 4/4/2025 në prani të vëzhguesit ndërkombëtar Theo Jacobs me sekretare gjyqësore Anisa Sejdini. Vendimin për çështjen e jurisdiksionit të rivlerësimit numër 27 e vitit 2022 e jurisdiksionit të rivlerësimit kalimtar regjistruar në kolegj në datën 17/6/2022 që i përket ankimit komisionerit publik me objekt shqyrtimi i vendimit numër 521 datë 1/4/2022 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit që i përket subjektit të rivlerësimit Erion Sheher. Me bazën ligjore përkatëse. Trupi gjykues i Kolegjit Posaçëm të Apelimit, pasi shqyrtoi çështjen në tërësi në seancë gjyqësore publike, në përputhje me parashikimet e nenit 65, pikat 1 dhe 3 të ligjit numër 84/2016, shqyrtoi pretendimet e ngritura në ankim nga komisioneri publik Florian Palldysa, si dhe parashtrimet dhe bisedimet përfundimtare të paraqitura nga drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani, të cilët kërkuan ndryshimin e vendimit numër 521, datë 1/4/2022 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyrat subjektit të rivlerësimit zotit Erion Sheher, shqyrtoi parashtrimet dhe konkluzionet përfundimtare të subjektit të rivlerësimit, i cili përfundimisht kërkoi lënien në fuqi të vendimit objekt shqyrtimi, dëgjoi gjyqtarin e relatorit çështjes Albana Shtylla, si dhe pasi e bisedoi atë, vren në mënyrë të përmbledhur. Subjekti i rivlerësimit Erion Sheher ka ushtruar detyrën e prokurorit pranë gjykatës së shkallës parë Lezhë dhe në zbatim të nenit 179b, pika 3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 3.16 të ligjit numër 84/2016, i është nënshtruar procesi të rivlerësimit kalimtar ex officio. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, me vendimin numër 521, datë 1/4/2022, vendosi konfirmimin detyrë të subjektit të rivlerësimit zotit Erion Sheher me funksion prokuror në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës parë Lezhë. Kundër këtij vendimi, ka ushtruar ankim komisioneri publik Florian Palldysa, duke çmuar se nga shqyrtimi i tij paraqiten gjetje dhe rrethana të tilla ligjore e fakti që nuk përmbushin kriteret dhe standardet e etikës dhe rregullat e sjelljes që garantojnë mbrojtjen dhe forcimin e besimit të publikut, të parashikuara me ligjin numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, duke përbërë në këtë mënyrë shkaqe për vlerësimin tërësor të procedurave sipas përcaktimit të nenit 4.2 e ligjit numër 84/2016. Komisioneri publik në analizë të gjetjeve të vetë komisionit në 7 procedime penale vlerëson se problematikat e verifikuara janë të tilla që të cënojnë konkluzionin se subjekti arrin nivel minimal kualifikues në vlerësimin e aftësive profesionale, sipas nenit 59.1 e ligjit numër 84/2016, duke ekzistuar nevoja që ato të merren në shqyrtim në vlerësimin tërësor të procesit të rivlerësimit sipas nenit 4.2 e këtij ligji. Gjithashtu komisioneri publik, duke sjell paraprakisht në vëmendje jurisprudencën orientuese të kolegjit në lidhje me kryen e procesit të rivlerësimit, për sa i përket kriterit të aftësive profesionale, sipas përcaktimit të nenit 66.2 e ligjit numër 84/2016 dhe logjikës së transferimit të çështjeve për inspektim, vlerëson se çështjet penale të transferuara nga komisioni pranë organit kompetent të jurisdiksionit të zakonshëm disiplinor që i përkasin viteve 2014 dhe 2015 janë përtej afatit 5 vjeçar nga koha kur ka ndodhur shkelja pretenduar, referuar parashikimit të nenit 117 të ligjit numër 96/2016 për pasojë të parashkruar. Për sa më sipër, bazuar në nenin C.2, nenin F.3 dhe 7 të aneksit Kushtetutës, si dhe nenin 4 dhe 66 të ligjit numër 84/2016, ky ankim i komisionerit publik ndaj vendimit numër 521, datë 1/4/2022 të komisionit
ushtrohet në vlerësimin tërësor të procedurave, veçanërisht bazuar në gjetjet në kriterin e vlerësimit të aftësive profesionale. Komisioneri publik, bazuar në kërkesat e neneve Q, E dhe F të aneksit kushtetutës, kreu 6 dhe nenin 61.5 të ligjit nr. 84/2016, ka kërkuar që shkaqet e këtij ankimi të merren në shqyrtim nga ana e kolegjit dhe në përfundim të shqyrtimit të çështjes në seancë gjyqësore publike e në zbatim të nenit 66.1 shkronja B e ligjit nr. 84/2016 të vendos ndryshimin e vendimit nr. 521 datë 1/4/2022 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe shkarkimin nga detyrat subjektit të rivlerësimit zotit Erion Shehaj. Trupi gjykues i kolegjit për shkak të mbarimit të mandatit kushtetues të institucionit komisionerëve publik në zbatim të nenit 179b, pika 8 kushtetutës dhe nenit 199 paragrafi 2 të kodit procedurës civile në seancën gjyqësore publike të datës 19/3/2025 vendosi kalimin procedurial të palës komisionerët publik tek drejtuesi i prokurorisë së posaçme. Gjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjes në kolegj, trupi gjykues, bazuar në nenin F, pika 3 aneksit kushtetutës dhe nenet 45 dhe 49, pika 1 e ligjit nr. 84/2016, me vendim të ndërmjetëm, vendosi të çelë hetimin gjyqësor të çështjes dhe të administrojë në cilësinë e provës aktet shkresore në formën e kërkuar nga ligji, të paraqitura nga subjekti i rivlerësimit Erion Shehaj në seancën gjyqësore të datës 19/3/2025 dhe aktet plotësuese të përcjella në seancën gjyqësore të radhës në formën e duhur ligjore, si dhe të mos çel hetimin gjyqësor lidhur me denoncimet e publikut të depozituara në kolegj, pasi vlerësoi se nuk plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 53 të ligjit nr. 84/2016. Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, trupi gjykues pasi analizoi shkaqjet e ankimit komisionerit publik, parashtrimet dhe konkluzionet përfundimtare drejtuesit prokurorisë posaçme, i cili mbajti të njëjtin qëndrim lidhur me kërkimin përfundimtar, sikurse komisioneri publik në ankim, si dhe parashtrimet e konkluzionet përfundimtare të subjektit të rivlerësimit, i cili kërkoi lënien fuqi të vendimit komisionit, si dhe pasi shqyrtoi provat e administruara në dosjen gjyqësore gjatë hetimit administrativ dhe aty gjyqësor, duke i vlerësuar këto të fundit në raport me kërkesat e nenit 49.6 të ligjit nr. 84/2016, arrin në përfundimet e mposhtme. Trupi gjykues e gjeti të bazuar pretendimin e komisionerit publik në ankim se transferimi për inspektim pra inspektorit të lartë drejtësisë të procedimit penal numër 628 të vitit 2014 dhe procedimit penal numër 1047 të vitit 2014 ishte bërë në tejkalim të afatit ligjor të parashkrimit shkeljes. Ky qëndrim i trupit gjykues mban konsiderat momentet kur të shkelje pretendohet se janë kryer, përcaktimet e nenit 117, paragrafët 1 dhe 2, të nenit 119 të ligjit nr. 96/2016, si dhe jurisprudencën e kolegjit sipas së cilës praktikat të cilat transferohen për inspektim në organet kompetente në parim duhet të përmbajnë shkelje jo serioze, pa pasoja të rënda proceduriale të përpalët, brenda afateve të parashkrimit të parashikuara, në nenin 117 të ligjit nr. 96/2016. Për këto procedime penale, Komisioni duhet kishte arritur në konkluzione, të cilat duhet të ishin vlerësuar në kuadër të parashikimeve të kriterit të aftësive profesionale sipas parashikimeve të ligjit nr. 84/2016. Lidhur me procedimin penal numër 628 të vitit 2014, të regjistruar nga Prokuroria pranë gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë në datë 16/6/2014, për veprën penale goditje për shkak të detyrës parashikuar nga neni 237 i kodit penal me person në hetim shtetasin NL, trupi gjykues konstaton se ky procedim penal është pushuar nga subjekti i rivlerësimit me vendimin e datës 16/1/2015, bazuar në nenin 328, paragrafi parë shkronja B e kodit procedurës penale për shkak se fakti nuk parashikohet nga ligji si vepër penale. Nga analizimi i urdhrit regjistrimit procedimit penal të datës 16/6/2014, trupit gjykues nuk i rezulton që subjekti i rivlerësimit të ketë arsyetuar fillimisht lidhur me mos regjistrimin e procedimit penal
për veprën penale kanosja për shkak të detyrës, parashikuar nga neni 238 i Kodit Penal, të referuar nga policia gjyqësore. Në verifikim të veprimtarisë hetimore të kryer nga subjekti i rivlerësimit, trupi gjykus vren se subjekti i rivlerësimit ka ripyetur kallëzuesin për të njëjtat fakte, si veprim që dukshëm ka dëmtuar hetimin duke patur në konsiderat dhe personalitetin e personit të dyshuar. Nuk ka kryer veprime të plota, por të ballavaquar dhe hetuar mëtej faktet e deklaruara nga i dëmtuari nga vepra penale të dhëna në kallëzimin dhe deklarimin e bërë në Komisariatin e Policisë Lezhë menjëherë pas ngjarjes, me ato të dhëna gjatë vijimit të hetimeve tek oficeri i policisë gjyqësore të prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë. Për kryerjen e këtyre veprimeve hetimore, subjekti i rivlerësimit nuk ka mbajtur në konsiderat as mendimin e zëvendës drejtuesit prokurorisë, i cili pas përfundimit kontrollit të veprimtarisë së prokurorit për procedimin penal, ishte shprehur kundër pushimit të tij, duke kërkuar hetime të mëtejshme në këtë drejtim. Trupi gjykus vlerësoi se zgjatja e afateve të hetimit nga data 16/12/2014 deri në 16/3/2015 është e pajustifikuar në raport me veprimet hetimore të kryera pas datës 17/11/2014, si dhe duke pasur në konsiderat se pavarësisht urdhërimit të kryerjes së veprimeve të caktuara hetimore, si marrja pamje filmike në kamerat në vendin e ngjarjes, nuk rezultoi asnjë gjurmë në aktet procedurale për kryerjen e tyre. Gjithashtu, mosnjoftimi i këtij vendimi personit në të cilit zhvilloheshin hetime u vlerësua nga trupi gjykus se është në kundërshtim të përcaktimeve të nenit 325.1 të Kodit Procedurës Penale, si dhe i ka cënuar atij garancitë procedurale se çështja do të përfundojë në afate optimale dhe nuk do të jetë për një periudhë të pacaktuar nën hetimin e organit të akuzës në zbatim të parimit gjykimit brenda një afati të arsyeshëm. Në analizë të vendimit pushimit procedimit penal të datës 16/01/2015, trupi gjykus nuk i rezulton arsyetim për faktin se përse veprimet e personit ndaj të cilit zhvilloheshin hetime ndaj punonësit të policisë së shtetit nuk përmbajnë elementet e veprës penale goditje për shkak të detyrës, parashikuar nga neni 237 i Kodit Penal, si dhe pse është konkluduar që fakti nuk parashikohet si veprë penale. Në konkluzion, trupi gjykues i kolegjit vlerëson se problematikat e evidentuara në këtë rast përbëjnë mangësi në aspektin e njohurive ligjore për të ndërmarrë logjikisht hetime dhe të arsyetimit ligjor, të cilat afektojnë nën indikatorët e parashikuar nga neni 73.2 e 3 të ligjit numër 86 të ligjit numër 96/2016. Lidhur me procedimin penal me numër 1047 të vitit 2014 të prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, trupi gjykus konstaton si mbi bazën e materialit referues të Komisariatit të Policisë Lezhë për kundërvajtjen penale të plagosjes së lehtë me dashje e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 89 dhe 25 të Kodit Penal, subjekti i rivlerësimit ka regjistruar më datë 21/9/2014 procedimin penal për veprën penale plagosje e lehtë me dashje, parashikuar nga neni 89 i Kodit Penal në ngarkim të shtetasit GL dhe me vendimin e datës 22/10/2014 ka vendosur pushimin e hetimeve. Nga analizimi i urdhrit të regjistrimit procedimit penal, trupi gjykus fillimisht vren se përkundërsa konstatohet nga vetë subjekti i rivlerësimit në këtë urdhër që shtetasi GL në bashkëpunim me shtetasin SP kanë goditur me sende të forta në kokë shtetasin GN, nuk arsyetohet lidhur me mos regjistrimin e procedimit penal për veprën penale plagosje e lehtë me dashje e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 89 dhe 25 të Kodit Penal dhe cilësimin juridik në atë të plagosjes së lehtë me dashje sipas nenit 89 të këtij kodi. Trupi gjykues referuar për mbajtjes së vendimit pushimit, vren se subjekti i rivlerësimit, pasi ka regjistruar procedimin penal për plagosje e lehtë me dashje, nuk ka arsyetuar as në lidhje me ndryshimin e cilësimit juridik të veprës penale në dëmtime të tjera me dashje, parashikuar nga neni 90 i Kodit Penal, mbi të cilën ka bazuar pushimin e ndjekjes penale. Por më tepër, cilësimi i fundit juridik jo vetëm që nuk analizohet, por as referohet dispozita përkatëse, neni 90 i Kodit Penal.
referimi i subjektit të rivlerësimit në një akt ekspertimi që i përket një tjetër procedimi penal, më të hershëm në ngarkim të shtetasit GL, mbi një mjet të pretenduar se mund të jetë kryer vepra penale, përveç se është i parasyetuar nga ana e tij për qëllimin e përdorimit të tij, nuk përputhet as me rrethanat e faktet e procedimit penal objekt kontrolli. Në konkluzion, trupi gjykues i kolegjit vlerëson se problematikat evidentuara në këtë rast përbëjnë mangësi në aspektin e njohurive ligjore të arsyetimit ligjor, që afektojnë nën indikatorët e parashikuar nga neni 73.2 dhe 3 e ligjit nr. 96/2016. Lidhur me procedimin penal nr. 807 të vitit 2020 të prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, i përfshirë në kontrollin e kriterit të aftësive profesionale bazuar në informacionin e organeve ligjzbatuese, trupi gjykues konstaton se ky procedim penal është regjistruar nga subjekti i rivlerësimit me urdhrin e datës 5/11/2020 për veprën penale drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt, parashikuar nga neni 291 i Kodit Penal, mbi bazën e materialit të referuar nga Drejtoria Vendore e Policisë së Shtetit Lezhë për këtë vepër penale, si dhe mosbindje ndaj urdhrit të punojësit policisë së rendit, parashikuar përkatësisht nga nenet 291 dhe 242 të Kodit Penal në ngarkim të shtetasit HG, i arrestuar në flagrancë në gjendje të deu. Nga verifikimi i veprimtarisë së kryer nga subjekti i rivlerësimit, si dhe nga përmbajtja e akteve procedurale të hartuara në funksion të hetimit të këtij procedimi penal, trupi gjykues vren se nga ana e subjektit të rivlerësimit nuk është kryer asnjë verifikim, veprim hetimor në lidhje me veprën penale mosbindje ndaj urdhrit të punojësit policisë së rendit publik në konsiderat të rrethanave të përshkruara në aktet, raportet e përcjella nga organet e policisë Lezhë, si dhe nuk analizohet për arsyet e mos regjistrimit procedimit penal edhe për këtë vepër penale. Përpjekja për të trajtuar sjelljen e të dyshuarit vetëm si refuzim i kryerjes së testit me drager, u gjet nga trupi gjykues në deformim të rrethanave që rezultojnë nga aktet. Kjo problematik merr peshë dhe për faktin se dy veprat penale në fjalë, parashikuar nga neni 291 dhe 242 të Kodit Penal, janë dy vepra penale që konkurrojnë me njëra tjetrën, pasi marrin në mbrojtje marrëdhënie të ndryshme juridike dhe gjenden në dy seksione të ndryshme të Kodit Penal. Në konkluzion, trupi gjykues vlerëson se problematikat evidentuara në këtë rast përbëjnë mangësi në aspektin e njohurive ligjore dhe të arsyetimit ligjor që afektojnë nën indikatorët e parashikuar nga neni 73.2 dhe 3 e ligjit nr. 96 të vitit 2016. Lidhur me procedimin penal, numër 515, datë 18/7/2017 të prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, regjistruar mbi bazën e kallëzimit të shtetasit A.B. në ngarkim të pandehurve FM dhe MM për veprën penale të mashtrimit parashikuar nga neni 143, fraksion 2 i Kodit Penal, trupi gjykues konstatoi se subjekti i rivlerësimit ka përfaqësuar akuzën vetëm gjatë shurtimit gjyqësor të çështjes dhe ushtrimit të drejtës së ankimit ndaj vendimit gjyqësor të gjyqtarit të seancës paraprake të gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë. Trupi gjykues i kolegjit, në konsiderat të faktit që çështja ndodhet në shurtim në gjykatën e lartë, vlerëson të mos mbajë një qëndrim në lidhje me njohuritë ligjore të subjektit të rivlerësimit në drejtim të respektimit të parimit të gjës gjykuar, sa i përket ushtrimit të ndjekjes penale ndaj këtyre dy të pandehurve për procedimin penal të vitit 2017. Në mbajtjen e këtij qëndrimi, trupi gjykues mbajti në konsiderat ndër të tjera si vijon regjistrimin e procedimit penal numër 515, datë 18/7/2017, ndërkohë që nuk ishte ende një vendim të formës prerë për procedimin penal me numër 239 të vitit 2015, pasi rezulton se vendimi me numër 111, datë 30/3/2017 i gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, që kishte deklaruar fajtor të pandehurit M.E.F.M, ishte ankimuar në gjykatën e apelit Shkodër, por nuk kishte ende një vendim lidhur me të. Vendimin e gjyqtarit të seancës paraprak
të gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë dhe vendimin e kolegjit penal të gjykatës së apelit Shkodër për dërgimin në gjyq të çështjes penale me numër 515 të regjistruar në datën 18/7/2017. Vendimin me numër 251, datë 18/10/2019 të gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, e cila ka deklaruar fajtor 2 pandeurit për veprën penale të mashtrimit të kryer në bashkëpunim. Vendimin me numër 128, datë 28/9/2020 të gjykatës së apelit Shkodër, e cila ka vendosur prishjen e vendimit numër 251, datë 18/10/2019 të gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, si dhe rekursin ndaj këtyre vendimeve të prokurorisë së apelit Shkodër në gjykatën e lartë. Vendimin e datës 19/1/2024 të gjykatës së lartë. Qëndrimet e kundërta të mbajtura në aktet e mësipërme përmes kontrollit gjyqësor sugjerojnë diskutime të natyrës ligjore e fakte për të cilat mungon një qëndrim përfundimtar. Lidhur me procedimin penal me numër 240, datë 11/3/2015 të prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, të regjistruar për veprën penale kanosja e gjyqtarit në ngarkim të shtetasit DG, për të cilin subjekti i rivlerësimit me vendimin e datës 2/4/2015 ka vendosur mos kompetencën dhe kalimin e akteve prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë për hetime të mëtejshme, trupi gjykues vlerëson se bazuar në nenet 26 dhe 17 të kodit të procedurës penale, subjekti i rivlerësimit ka pasur detyrimin ligjor të heqë dorë nga hetimi i kësaj çështje. Trupi gjykues vlerësoi se subjekti i rivlerësimit kishte interes të drejtë për drejtë në këtë procedim penal, në kushtet, siç edhe vetë ka pohuar në arsyetimin e vendimit për shpalljen e mos kompetencës toksore, ai ishte një nga shtetasit e përmendur në letrën e dërguar në prokurorinë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë. Përfshirja e subjektit në këtë procedim ka shkaktuar jo vetëm cënim të lirisë së një individi, por dhe pavlefshmëri të gjithë akteve të procesit penal sipas vendimit të gjykatës së apelit Shkodër. Në konkluzion, trupi gjykues i kolegjit vlerëson se mangësitë evidentuara në këtë rast afektojnë nën indikatorët e parashikuar në nenin 75.4 e ligjit numër 96 të vitit 2016. Lidhur me procedimin penal me numër 953 të datës 29/9/2018 të prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, të regjistruar nga subjekti i rivlerësimit për veprën penale të prodhimi dhe shitja e narkotikëve dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, parashikuar përkatësisht nga nenet 283 dhe 278 fraksion 5 të kodit penal, trupi gjykues konstaton se ky procedim penal është dërguar për gjykim nga subjekti i rivlerësimit duke kërkuar deklarimin fajtor të pandeurit për veprën penale, prodhim dhe shitja e narkotikëve, parashikuar nga neni 283 fraksion 1 dhe dënimin e tij me 5 vite burgim. Deklarimin fajtor të pandeurit për veprën penale, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit, parashikuar nga neni 275 fraksion 5 të kodit penal dhe dënimin e tij me 5 vite burgim. Në bazë të nenit 55 të kodit penal, në caktimin e dënimeve për disa vepra penale, dënimin e të pandeurit me një dënim prej 5 vite burgim. Në aplikim të nenit 406 fraksion 1 të kodit procedurës penale, të pandeurit i ulet 1/3 e dënimit, duke e dënuar përfundimisht me 3 vite e 4 muaj burgim. Në mbështetje të nenit 59 të kodit penal, urdhërohet pezullimi i dënimit me burgim për pjesën e pavuajtur të dënimit, me kusht që i pandeuri të mos kryej vepër tjetër penale, si dhe të mbajë kontakte me zyrën e shërbimit të provës Tiranë për një periudhë prej 5 vitesh. Trupi gjykues vren se subjekti i rivlerësimit ka kërkuar dënimin e të pandeurit EV me 5 vjet burgim për secilën prej veprave penale të kryera prej tij dhe në aplikim të nenit 55 të kodit penal bashkimin e dënimeve duke kërkuar dënimin me 5 vite burgim, ndërkohë që gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë ka vendosur dënimin e të pandeurit EV me 5 vjet burgim për secilën prej veprave penale të kryera prej tij
dhe në aplikim të nenit 55 të kodit penal bashkimin e dënimeve duke dhënë dënimin me 6 vjet burgim. Nga analizimi i këtyre akteve në konsiderat të rrethanave lidhur me rrezikshmërinë shoqërore të veprave penale dhe të fajtorit, trupi gjykues vlerëson se subjekti i rivlerësimit në kërkimin e dënimit për të pandehurin e V nuk ka zbatuar drejt nenin 55 të kodit penal, si dhe në referim të parimit të dënimit më të rënd të shtuar, parashikuar në paragrafin 1 të nenit 55 të kodit penal, ashtu dhe në versionin që është zbatuar paragrafi i tij. Gjithashtu, trupi gjykues i rezulton se subjekti i rivlerësimit nuk ka argumentuar bazuar në dokumentacionin administruar aplikimin e nenit 59 kodit penal, se përse kushtet e të pandehurut ishin të tilla që lejonin aplikimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënien në provë të tij. Krahas këtyre konstatimeve, vret se mungon hetimi drejt rrethanave të një bashkëpunimi të mundshëm, si edhe element që duhet përcaktonte kriteret e mësipërme për masën e dënimit. Trupi gjykues arrin në konkluzionin se mangësitë evidentuara në këtë rast afektojnë indikatorët e parashikuar nga neni 73.3 e ligjit numër 96/2016. Trupi gjykues, mangësitë e mësipërme të konstatuara në aspektin e aftësive profesionale të subjektit të rivlerësimit nuk i konsideron si të mjaftueshme për tu kualifikuar sipas nenit 61.4 e ligjit numër 84/2016, por për shkak të peshës së veçantë të problematikave të konstatuara në procedimet penale numër 628 e vitit 2014, numër 953 e vitit 2018, si dhe numër 807 e vitit 2020, që kanë të bëjnë kryesisht me mungesë të veprimeve hetimore në funksion të zgjidhjes çështjes, mungesë analize dhe arsyetimi ligjor në drejtim të cilësimit juridik të veprave penale dhe pushimit të tyre, vlerësoj se ato duhet mbahen në konsiderat në vlerësimin tërësor të çështjes. Problematikat e evidentuara si mësipër në këtë vendim tregojnë një mënyrë dhe sjellje dhe ushtrimit të detyrës së prokurorit që nuk përçon vlerat më të mira të magjistratit në dhënien e drejtësisë, veçanërisht në çështje me ndikim në komunitetin ku janë kryer dhe ku subjekti i rivlerësimit ka ushtruar detyrën, duke pasjellë në këtë mënyrë cënimin e besimit të publikut te drejtësia. Përfundimisht, në analizë të problematikave të konstatuara, trupi gjykues i kolegjit, bazuar në nenin 4.2 të ligjit numër 84/2016, në vlerësimin tërësor të procedurave, arrin në përfundimin se ato nuk mund të plotësohen përmes programit të trajnimit. Ndaj subjekti i rivlerësimit ka cënuar besimin e publikut dhe gjendet në kushtet e nenit 61.5 të ligjit numër 84/2016. Mbështetur në konkluzionet e mësipërme, trupi gjykues i kolegjit shmon se ankimi i komisionerit publik është i bazuar në provat në ligj e duhet të pranohet, por pasojë vendimi i komisionit numër 521 datë 1/4/2022 duhet të ndryshohet. Për këto arsye, trupi gjykues i kolegjit bazuar në nenin 66.1 shkronja B e ligjit numër 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë vendosi ndryshimin e vendimit Komisionit Pavarur të Kualifikimit numër 521 datë 1/4/2022 dhe shkarkimin nga detyrat subjektit të rivlerësimit Erion Sheha. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm. U shpall në Tiranë sot më datë 9/4/2025. Me shpalljen e këtij vendimi, këtë seancë gjyqësore dhe gjykimin e kësaj çështje i deklaroj të përfunduar. Faleminderit.